Kapitulli I radhës është fjala pejgamberit alayhi salatu wassalam, la naktubu wala nahsub. Thotë ne nuk shkruajmë as nuk llogarisim. Tash shohim në koment se çka është për qëllim. Përmendet nga Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu se ka dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thënë inna ummatun ummiyya la naktubu wala nahsub. Ne, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë jemi ummet që nuk shkruajmë edhe nuk llogarisim. Ashharu hakadha wa hakadha. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bë me dur, duke thënë muaji është kaq, 2 herë ka 10, 20. Edhe për streti ka thënë që kaq, 9, 29. Herën e dytë ka thënë muaji është 1 herë, 2 herë, 3 herë. Domethënë ose 29 ose 30. Edhe pse përpara kemi domethënë muaji Ramazanit mund të më konë 29 ditë, mund të më konë 30 ditë. E kemi një kapitull, por për shkak se është shumë I shkurt, nuk deshta me e marr kohën me ders të veçantë. Aty domethënë u përmend kapitullin paraprak se 2 muaj nuk mund të më konë 29 ditë, edhe muaji Ramazanit, edhe muaji I Kurban Bayramit. 2 muaj nuk mund të më konë domethënë 29 ditë. Nëse është njëri 29, tjetri zakonisht është 30. Edhe ka pasaj disa llogaritje me analiza që zakonisht 2 vjet 3 mund mira 30 ditë, njëna e bjerë 29, e tjerë që kanë bo analiza. Mirë, po kthehemi te tema jonë. Ne jemi ummet që nuk shkruajmë as nuk llogarisim. Për çka është për qëllim? Fillimisht nuk duhet të keq kuptohet kjo fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse ky hadith vlen për gjeneratën e tij, shokët të cilët ai ka pas ku shumica e arabëve tek të cilët ka jetuar me të cilët është përzi pejgamberi alayhi salatu wasalam kanë qenë analfabet. Nuk kanë qenë sahabët, domethënë nuk kanë njohur shkrim leximit e ta. Për shembull te populli jon para 70 vjetë, ai mi kon ose 100 vjetë, si shumicë analfabet si popull apo që kemi ditë shkrim lexim. Normal kemi qenë si shumicë analfabet, ku ju madh vjetët e manin men kur njeriu ka shku domethënë te komshiu I vet për m'ia lexuar një letër djalë që ka sjell prej gurbetit ose prej ushtrisë. Edhe kështu në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam kur e ka fol këtë fjalë Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka pas për qëllim gjeneratën e tij në të cilën ai ka jetuar. Edhe aty ne ju ka tregu për që thot kujdes, ne jemi gjenerat analfabet të cilët nuk llogarisim, edhe nuk shkruajmë. Nuk shkruajmë edhe me shkruash për u kuptu çka kanë për qëllim. Shkrim leximi. Çka nuk llogarisim? Nuk ka për qëllim llogaritja e matematikës, tabela e shumëzimit. Është për qëllim llogaritja e hanës, analizat e domethënë lëvizjes së hanës. Ku Xhibrili alayhi salam ka ardhur ka mësuar pastaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe kohët e namazit, edhe lëvizjet e hanës. Kohët e namazit ka ardhur Xhibrili alayhi salam 2 ditë rresht, ja ka mësuar fillimin e namazit, 5 vakte sot, Xhibrili ka ardhur ka mësuar sabahin fillim të kohës, drekën fillim të kohës, iqinin fillim të kohës, akshamin edhe yatsin fillim të kohës. Nesër ka ardhur ka mësuar Xhibrili alayhi salam sabahin në fund të kohës, derisa ka sabaj kohën. Pastaj drekën në fund të kohës I kindin akshamin yatsin. Edhe ka thonë, ja Rasulullah, 10 falën në fillim të kohës, sot në fund të kohës, secilin vakt. Në mes kësaj kohe, kur dush falë sabajin, në kohë të vetjet e falë. Drekën ta fala 11:25 dje, sot ta fala në 3. Se në 3 11 minuta kjo sot iqenia. Në 3:05 ta fala. Për 5 minuta e krytën farzën shpejtë shamull drekës. Pe qësaj 11:25 deri në 3-5 minuta, se dush me pas një luft që tamam ti me dhon selam, nëse thirrë që një në rregull je. Akshami pashtë domon I qenia dhe akshami e tjerë. I tha, mes qësaj kohë jenë kohën e vet të fal namazin. Se neve na pyesin dikush, thotë hoxha, mu po mik gjithë kaza namazi. Po I tham çysh kaza? Po thas po më me fal për shembull drekën ose I qenin, mes jemi në qeni. 11 minuta, sot kanë 11 minuta nëse s'jam gabim. Në 11 minuta kanë. Po nësa pe falesh, valla pe fali kanë 4, por në kohën e vet bejetit të fal. Pason 11 paçare, jo.
A di kur e ke falë mas kohës vetë? Nëse e falësh mas akshamit, ka hi akshami. Në çka bazojmë? Ne bazojmë që të hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ka namazi fillim kohës e fund. Ajo me falë me tekbirin fillestar me imam, ose në 3-11 minuta, sakt, i bjerë në fillim të kohës vetë, kjo është ma mira. Nëse shkosh në xhami me falë me xhamat, hala ma mira është. Por ti nuk mundesh me thonë që më ka iki këndia, nëse ke falë në ora 4, s'ka iki këndia, në mrana kohësje. Por e kemi edhe një transmetim tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men adraka rak'atan min al-asri faqad adraka al-asr. Kush e nxan një recat nga ikindia, jo me imam, të shtëpia. Një recat. 3 ka hyrë akshame. Hini akshame. Po një e ke nxan, rajnë ruku, se të bish në ruku, çosh për rukus, u nxon recati. Nuk po thojmë na melona namazin. Por nëse të ndodh 3 i ke falë, mas i ka një akshame, ti e ke nëzani këndin. Pse kështu? Është rahmet nga Allahu. Është mëshirë nga Allahu. Po këthemi të tema jonë. Dhe më thonë, Gjibrili a.s. ja ka mësu edhe hanën, lëvizjet e hanës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po shkrim lexim, Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka vërtetuar në Kur'an që nuk ka ditë shkrim lexim. Por kjo dy sene duhet i kemi parasysh. Nuk është pikë dobët që me shfrytzu kundër pejgamberit alayhi salatu wasalam, sepse Resulullahi Allahu ka dash me qenë ai an-nabiyul ummi, pejgamberi analfabet, për me i dhënë me kuptu gjithësisë edhe njerëzimit deri në kiamet, se Resulullahi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mësu prej asnjë filozofi, nuk ka lexu asnjë filozofi as greke, as latine, as romake, as, por pejgamberi alayhi salatu wasalam është i inspiruar nga Allahu fuqiplot prej qiellit të 7, prej mbi 7 qiellave, sepse ai është pejgamber dhe nuk ka shkruaj Kur'anin. Thuhet se në fund të jetës pejgamberit alayhi salatu wasalam, Resulullah ka fillu me shkruat, që më thonë, shkronjat, pa thamë kështu me ditë me shkru, apo do kanë thonë me i lexu, por transmetimet nuk janë shumë të sakta. Thash thuhet. Kur e përmenim fjalët thuhet, dhe më thonë lënë vend për dyshime. Edhe dini kur ka shkruat marrveshën në Hudejbije pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mushrikët, e ka shkruar prej Muhamedit të dërguarit të Allahut. Mushrikët kanë thonë jo të dërguarit të Allahut, po Muhamedit birit Abdullahit, se baba vet Abdullah ibn. Aliu s'ka dash me fshin. Ka thonë për çka me fshin? S'do me fshin. Pejgamberi është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, është pejgamberi i Zotit. Resulullah sallallahu alajhi wasallam për një dobi më të madhe, ka thonë Ali fshin, jo ja Resulullah, s'moj me fshin. Ka thonë atë ku është Resulullah, ku bëshkruan çtu. E ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gishtin e vet. Edhe që atu e ka fshin, veta e ka fshin. Që ne me kuptu se Allahu alema ka ditë me shkru me ledzu, ose vetëm ledzimin në fund të jetës vetë. Si do që tjetë. A është kjo nëzitje që përmandëm na, që umeti Muhammedit alayhi salatu wasalam menajt analfabeta, a i zotin arrujt. Pse? Me qka vërtetojmë? Na cilën fjale kemi të parën që ka zbrit në këtë rruzull të kësor Muhammedit alayhi salatu wasalam, fjala iqra, lexo. Edhe çka më interesant, që shton çudia mbi çudi. Allahu xhaleshanu që ma vonë ka me zbrit një ajet që ky pejgamber është analfabet. Megjithatë, që ti pejgamberi ka thonë lexo. O Allah, po ti më ke kriju mu, unë s'po di shkrim lexim. Çysh po më thuash tash mu, shkruaj edhe asë lexo. Po Zoti me këtë ajet nuk është drejtu veç Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, sepse për të ka qenë pozitë edhe vlerë mos shkrim leximi. Po ju ka drejtu ummetit se ju jeni ummeti i leximit, dhe ulemat kanë thonë, me urdhnin lexo, Allahu ka ngrit Muhammedin alaihi salatu wasallam prej gradës njeri normal në gradën e pejgamberit. Që i bie kjo, se nëse ti lexon edhe mëson në shkollë, ka me fillu gjande jote me ngrit në nivele të tjera, jo ato të thjeshtë njerëzore. Pejgamberi alayhi salatu wasalam o kon krejt burr i mirë, o kon tregtar i mirë, biznesmen i mirë, bashkëshort i mirë, vëlla i mirë, trem, krejt. A o kon pejgamber para se marr fjala iqra? S'o kon pejgamber. Për mu ngrit në nivele të tjera, Resulullah sallallahu alaihi wasallam me fjalën iqra, e ka ditë Zoti që s'di pejgamberi me shkruaj me lexu. Po i ka thonë lexo. Pse? Nësë o ummet, ju jeni ummeti leximit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kur ka thonë nuk dim shkrim lexim,
Jemi që edhe s'bëm llogari, s'di me bë llogari. I ka tregu gjendjen që shënkon ata real atëherë, por sahabët kanë fillu me të shkru, kanë fillu me lexu, kanë fillu me mësu. Zeid ibn Thabitin i ka dhënë përgjegjësi me mësu gjuhën e hebrejve, ku mrena 14 ditë e ka mësu. Edhe sahabët e kanë shkru Kur'anin, sepse nuk është feja kundër shkrimit, kundër leximit, kundër mësimit, dijes, shkencës, etj. Prandaj nuk është ky për qëllim ky hadith, për të rrymetin, por është thjesht me tregu gjendjen që kanë qenë atëherë, pastaj kjo gjendje normal ka ndryshuar dhe ju e dini se sa kanë shkru, sa kanë studiu dietarët edhe ku e kanë pru dynjan deri sot ku hala, domethënë për bazë kanë librat e muslimanëve në për të gjitha shkencat e ndryshme të kësaj bote. Gjithsesi, pra Ramazani ka 29 ose 30 ditë që ka bërë pejgamberi me dur, kështu që jep me kuptu se pa të rast kur për na thirr dikush në telefon, hoxha, çka u bën si vjet ish Ramazani, qysh 29 ditë, qysh, ka dalë jetu ti në Jupitera, në Saturna, në Marsa, ku jetu? Shma, as për din që muj, sa është tjera parë kjo, sa kërë ka ndodhë, dhe më dhane jep me kuptu se, me gjitha ta unë nuk kam qëllimin të nënçmaj, Allah është përblevë që po pytaj, po, ka dalë me burë se, adin ti qëfar pytje po banë, adin që po banë pytjen ti? Ti po banë pytjen se une me pyt një automekanik, o automekanik, që di mu kishë përthuj guma kjerit, a i thotë, për mirë bet, ja, ku jetu, po guma kjerit shpërthejet, a shpërthejet, po shpërthejet më burë. Dhe ma një pytja është që e shumë nivellit ullët, jep me kuptu që sa njeri kërkon, na nuk du të më konë të tilë, por gjithsesi, mu i ka 29 ose 30 ditë, edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në fund të, ose jo në fund jetës, po ka fund jetës ti, i ka bojkotu bashkëshortet e veta një muj, sa që janë tut gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mos i kalshu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe i pari që ka marrë guxim me shku mi thonë, ja Rasulullah, a i lëshove grata? O kanë Omeri. Pse? Se ka pas vajzën e vetë martume për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe normal e vlad, o interesu. Ka thonë, jo, merë veç, një muj deti ku më bojkotu. Kër e mbani 29 dit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është afru të to, edhe ka shku i ka thonë, njëni për sahabe nuk e ditë cili. Ja Rasulullah, thaje një muj, 29, tha, pa edhin o filan që muj ka 29 dit, tha po. Si duket që muj ka pas 29 dit. Pra, lusë Allah në gjellë që të nashtoj dijen, ju djem të ri mërë në mësim, për parane, ngritur një nivellet larta, Allah në ashtov diturin, edhe na jemi ummeti i leximit edhe i studimit dhe i dijes. Amin, walhamdulillah.